Atë Pjetër Mërshkalla u përkujtua në një aktivitet të organizuar nga Universiteti i Shkodrës Kryq Gurakuqi në bashkëpunim me Vitor Martinin, ish i përndjekur politik. Ky aktivitet organizua aty ku 58 vite më parë u zhvillua një mbledhje për demaskimin e Atë Pjetër Mërshkallës më 29 prill të 1967 nga regjimi komunist. Unë ka të thirrë në këtë sallë pozitive sa janë të gjitha partitë, kryetarin e bashkisë, institucionet fetare, i falemnerës për atë që kanë ardhë, i falemnerës edhe atyne që s'kanë ardhë, se duke mos ardhë, atës janë të denjë me një emrin e shenjtë Pjetër Mërshkallës. Të dërgumit e komitetit partisë, i thëtë, kena thirrë këto, me të prezentu me popullin, e me të diftu se sa dënë kë popull. Pjetër Mërshkalla u qunë kam, i tha, unë e njeh mirë katolik, ortodoks e musliman. Janë një popull shumë fetar, po do të ishte krim, si kur unë sot të kërkoj mbështetjen e këtij popull, sepse e keni lidhë me kashatën e bukës. Në qoftë se doni me rrit fëmijët tuaj me një edukat fort morale, busull e keni Pjetër Mërshkallë. Profesor Erben Prendi nga Departamenti i Letërsisë foli për figurën e Atë Pjetër Mërshkallës, një prej klerikëve që u dënua 2 herë me burg nga regjimi komunist. Atë Pjetër Mërshkalla me një guxim vetmohues doli publikisht me predikime dhe me shkrime kundër reformave të përgjakshme dhe absurde që po merrte regjimi komunist. Ai arrestohet më 21 tetor 1946 bashkë me Dom Shtefan Kurtin, duke u dënuar me 15 vjet burg. Dhe pas vujtje në burgun famkeq Borrelit, lirohet në vitin 1960 duke i ndaluar drejta për me ushtruar meshtarinë. Atë Mërshkalla deklaron se është e vërtetë se kam predikuar kundër komunizmit, se e kam ditë mirë që ai është një sistem kundër Zotit. Për herë të dytë arrestohet 29 prill 1967 për agitacion dhe propagandë në kulmin e revolucionit kulturor që kulmoi me mbylljen e institucioneve fetare dhe me shpalljen e Shqipërisë socialiste si vetmi vend ateist në botë. Ky dënim vinte si pasojë e letrës që Mërshkalla i dërgon Mehmet Sheut me 5 prill 1967. Në këtë letër, në mënyrë të qartë dhe të prerë, ai shpreh revoltën për mbylljen e institucioneve fetare dhe dhunës psikologjike e fizike që po ushtroi me popullin shqiptar. Atë Pjetër Mërshkalla lindi në Shkodër në shtatorin e vitit 1901, ndërsa jetën e tij ja kushtoi fesë dhe studimeve, ndërsa për predikimet e tij vuajtin burgjet e komunizmit. U nda nga jeta me 28 korrik vitit 1988, ndërsa është një prej klerikëve të parë që u dekorua si bishtar i demokracisë.